U arrestua për gjobëvënie del para gjykatës së Lezhës Jetmir Llanaj. Nën masa të repta sigurie, mbërriti në gjykatën e Lezhës Jetmir Llanaj, 46 vjeçar, i cili akuzohet si pjesë e një grupi prej 5 personash që vendoste gjoba tek biznesi. Sipas policisë, Llanaj përdorte 2 të mitur dhe 2 persona të tjerë që i dërgonte tek biznese duke përcjell mesazhet e tij të kërcënimeve për përfitim pasuror të padrejtë. Hetimet ndaj këtij grupi kishin nisur 3 muaj përpara se të kryejë operacioni i policisë pas indicieve të marra. Gjatë kësaj kohe grupi ishte mbajtur nën vëzhgim dhe përgjoheshin duke plotësuar të gjitha provat. 2 të miturit u kapën në flagrancë duke tentuar të merrnin një shumë parash tek një biznes dhe pas ndalimit të tyre dhe të një 39 vjeçari në flagrancë, u realizua edhe operacioni për kapjen disa ditë më vonë të Jetmir Llanajt.